Konfliktet fizike që shpesh përfundojnë në plagosje ose përdorim të armëve të ftohta, duket se po kthehen gjithnjë më shumë në një fenomen të zakonshëm në shoqërinë shqiptare. Njoftimet e policisë së shtetit për përplasje të dhunshme mes qytetarëve janë shtuar ndjeshëm, duke ngritur shqetësime serioze për nivelin e tensionit social dhe mënyrën se si zgjidhen konfliktet e përditshme. Por shpesh konfliktet janë për motive banale, një debat verbal, një keqkuptim i vogël apo një nervozizëm i momentit, po përfundojnë gjithnjë më shpesh në përplasje fizike. Kjo tregon se në shoqërinë tonë mungon toleranca dhe se duket se jemi në një krizë ku individët nuk menaxhojnë dot stresin apo konfliktin. Faktorë si presioni ekonomik, papunësia, problemet familjare, konsumimi i alkoolit apo substancët e tjera duket se janë ndër faktorët kryesor që renditin edhe qytetarët e Vlorës në opinionet e dhëna për televizionin 6+1 Vlora. Themi që ka fajin shteti ka pjesën e tij. Ka pjesën e tij shteti në të gjitha aspektet. Sociale, ekonomike, politike. Edhe shoqëria nuk po ecën në drejtimin e dur, shoqëria shqiptare, edhe në drejtën. Ne kemi edhe mosha ndaj shikojmë. Si ka qenë, si është, dhe perspektiva është e zhëmtë. Ka humor respekti për njëri tjetërin. Në familje, që familje madhe, se s'bet fjalë për familjen, kemi një e vogël. Vëllezër, mota, ka humor respekti, sinqerisht. Dhe në shoqëri, si stash, labër e madhe është futur. Zduam njëri tjetërin, gjeloz, dashakeq, zëmre vogël, jo se zëmra jonë kishte e madhe në atë kohë, të me atë që është. Që kjo janë një sërë probleme sociale. Po, nuk e dim atë nga, jo fukarallëku s'është, po, ka gjëra të tjera, nuk e jo puna, jo... Kanë stres, me një fjalë, kanë stres se nuk janë të siguruar. Mbaron shkollën, ku do vetë thotë. S'gjej dot një mik që të futen punë. Kurse kjo nuk do të thotë që të dhunosh tjetrin apo jo? Për dhunën jo. Ikin atë po, për dhunën jo. Dhuna është shtuar, në fakt këtë drejt. Është shtuar shumë. Nuk e di sa mërzite shumë shpejt. Jo si ne durojmë, ata nuk durojnë dot fare. Nuk u thot dot një laf. Çfarë duhet bërë? Çfarë duhet bërë? Prindrit duhet punojnë. Prindrit duhet punojnë shumë. Familja është kryesorja. Sa them tjetër. Atë mendim kam edhe unë. Janë shtuar dhe na fukarallëku, na mos pasja dhe hyn sherrin familje. Vriten me njëri tjetrin. Dhe jo vetëm në familje, por dhunë edhe në rrugë. Po, dhe në shoqëri, zien me njëri tjetrin. Vriten. Çfarë duhet bërë? Duhet bërë të qetësohen. Si mund të qetësohen? Të flasin më të afërmit, t'i mbledhin, të flasin. Që të rriten rastet e dhunës janë shumë faktorë. Ne nuk jemi ndoshta edhe mirë informuar mosha jonë që të gjejmë dhe shkaqet. Por rritja e dhunës tek ne është për mua zanafilla edhe qelsi i të tërave është si vepron drejtësia. Nëse drejtësia vepron ashtu siç është ligji, pa standarde, në kohë, sa më shpejt dhe të bëhet dhe një propagandë për t'u njohur edhe si veproi ligji, edhe si kishin vepruar ata, atëherë do paksohen dhe rastet e dhunës. Ndryshe rastet e dhunës do të shtohen. Nëse përdoren standardet ndryshme, këto janë për anën politike, për anën ekonomike, do me thënë që ai që paguan, atëre paguan ai edhe i sigurohet liria me kushte tjera. Atëre ja këto janë për mua që është bazë. Pastaj raste tjera mund të ketë shumë drejtime. Është tek edukata, është tek arsimimi, është tek kultura që mund të ketë, është tek tradita, është tek familja që është bazë që kur fillon brezi që formohet, etj. Por qytetarët mendojnë se përveç familjes, duhet që edukimi të bëhet edhe nga shkolla. Sipas qytetarëve, institucionet arsimore duhet jenë më të kujdesshme në këtë drejtim. Është goditur rënd arsimimi i shoqërisë. Nuk bëhet fjalë më që të arsimojnë njerëzit. Vjen në shkollë formalisht, paguajnë një lek patjetër, marrin një dëftesë pjekuri apo diplomë, e cila është falsitet. Është falso. Këtu fillon, se edukimi fillon që në familje, në shkollë. Shkolla ka pjesën e saj. Kështu që është goditur rënd arsimi. Shteti do të bërë, shoqëria do të bërë dorë të arsimit.
U rregullu arsimi, do ecën gjërat më mirë. Kështu konfliktet fizike që shpesh përfundojnë në plagosje dhe u ka patur një së rastesh, sidomos në kohët e fundit edhe në komunikatet e policisë së Vlorës, janë kthyer në një problem serioz për shoqërinë. Në këtë kuadër, duhet që familja dhe shkolla të bëjnë rolin e tyre, kryesisht në edukimin e brezit të ri.